Përshëndetje mirë të dashur të emisionit Antipat Tune Fast Channel, përshëndetje për gjithë ju që po na ndjekni në këto momente. Po fillojmë debatin si çdo të mërkurë dhe sot, ku do të jemi me panelistë të ftuar duke diskutuar rreth temave të ndryshme, ndërsa sot do të flasim për gjuhën në fushatën zgjedhore, e cila po përdoret sa ka ndryshuar ajo nga shkurtit në këto zgjedhje, në këtë fushatë, për arsye se kemi parasysh që ka pasur një gjuhë jo të përshtatshme, edhe jo të këndshme për gjithë ne që kemi dëgjuar, por edhe për kundërshtarët politik apo për ata të cilët e kanë përdorur gjuhën dhe pala viktim, por them ashtu se gjuhë është përdorur nga të gjitha taborët. Për të diskutuar rreth kësaj teme me mua në studio është Ngazim Kashi, mirë se erdhe. Ngazim. Engelbert Zefaj, zoti Zefaj, mirë se erdhe. Dhe në anën tjetër kam profesorin Blerim Burjani, profesor mirë se erdhe, dhe Erald Selson, Erald mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Atëherë, po e filloj me ju, zoti Gashi, çfarë do të thotë gjuha në fushat zgjedhore? Natyrisht ajo gjuha që po përdoret tash, duke pas parasysh se ndoshta në shumë situata nuk është edhe e përshtatshme edhe për ne si shikuese, si ndëgjues të shumt, apo edhe ata të cilët janë prezent që e ndëgjojnë. Sa është, do të thotë, gjuha faktor që ndikon në rritjen apo uljen e një subjekti politik? Po, faleminderit duke përcjell me një kujdes të veçantë ta quaj edhe fushatën e kaluar dhe njëkohësisht tani këtë pjesë që po zhvillohet në ka fundi që jemi, është një dallim i madh për shkak se subjektet politike të cilat përgarojnë në këto zgjedhje kanë një lloj ta quaj një farë monitorimi akoma më të fuqishëm sa i përket sjelljeve ndaj rivalëve të tyre politik. Duke përfshi lëvizjen vetëvendosin në këtë rast, e cila më shumë është e bëni një luftë speciale e hibride në kuadër të teknologjisë, e cila teknologji pja mundson faktikisht me një farë forme të informojë edhe elektoratin e vet, po njëkohësisht edhe të krijojë një farë lloj dezinformimi në kuadër nivelit publik. Unë më shumë e kisha orientuar debatin se përket teknologjisë, sepse niveli propagandës, i cili niveli propagandës po sjell panik të qytetarët, i cili niveli propagandës po bën ndarje mes qytetarëve, realisht subjektet politike, këtu kemi një sistem plural dhe demokrat ku gjitha partitë me rregull duhet të konkurrojnë me programe politike, jo me një fushat denigruese ta quaj hibride, të cilën në veçanti lëvizja vetëvendosje është prisi i kësaj fushate, jo vetëm tash, po prisi ka ardhur në pushtet. Andaj, elementi edhe lidhjes demokratike të Kosovës, duke pa një politikë më paqësore, ta quaj në ato faza ku ka kalu nga presidenti Rugova deri me tani, po shihet që prezantimi i fushatës nga lidhja demokratike e Kosovës është me një program të qartë dhe në fjalorin edhe në konceptin, unë e kom përcjell edhe fushatën në disa tubimet të LDK-s, po shihet shumë qartë që LDK e çorton kryeministrin në pika ta quaj 90% ekonomike, ku aty preket shtresa e çdo qytetari dhe këtu s'kemi të bëjmë fare me një luftë hibride ashtu siç e bën lëvizja vetëvendosje. Partia Demokratike ka selektuar elementet fiktive ta quaj e kemi pa edhe në fund me disa sekuenca fiktive ta quaj disa sekonçe, për mua është pak vogël, për shkak se domi është më i madh që lëvizja vetëvendosje i ka bëu popullit që 6 vite si qeveri. Andaj, në përgjithësi, duke përmbledh këtë element, lëvizja vetëvendosje është kampion i propagandës hibride në Republikën e Kosovës. Profesor, a është gjuha mjet komunikimin fushat apo manipulimi? Si është shihni ju? Gjuha është mjet komunikimi me publikun, me qytetarët, me elektoratin. Po si po përdoret këtu? Prandaj kjo është në rregull që të komunikohet me qytetarin, unë e shoh që gjuha e përpremtuese. Kjo fushat sigurisht në shkurtit ka shumë premtime, premtime të mëdha në fushën e ekonomisë, në paga, në pensione, në reforma, në gjëra të tjera. Sidomos fjalori politik më shumë është i fokusuar që e fokuson PDK, LDK është ekonomia, se vinë të dy liderët vinë nga fusha e ekonomisë dhe ata janë përqendruar që aty çka më ofru qytetarëve. Në anën tjetër, vetëvendosja
është i ka shpenzu ato gjitha mundësi që i ka pas ma herët e duket që s'ka asnjë program, po që ato që ka pas ma herët e shfrytëzon. Premtimet i ka të njëjta. Tash i ka ndru pak gjuhën e ka pas se nuk shkon më me hajvanate, me termet e tjera për me mujt diçka me bë. Po besoj që ky ka fundi i fushatës ka me sharru edhe 1-2-3 herë, po nuk dihet kur, domthonë ka tajtën atë premten se mundet me i bë këto punë, domethënë zoti Kurti, natyrisht kjo është një betejë, një karr, njëri kundër tjetrit, krejt po luftojnë për pushtet. Pra, unë s'po du me arsytu, ju e dini që gjua e përdorur, nëse është negative dhe e dëmton, domethënë opinionin publik apo nxitur rrjetja, ajo është e dënueshme me kodin për e mirësjelljes në ligjin për zgjedhje, pra. Kemu xhobit për atë punë, në rast se e bën ato punë, pra janë xhobit shumë në nënshkort, është xhobit edhe vetvendoset e tant janë xhobit, por natyrisht do të moru shumë për mes me përdor fjalor se tani kur vjen puna me i bë koalicionet e gjanat e tjera mo ta kthejnë shpinën. Nuk dojnë me pas punë me ty. Pra, shiqo, politika nuk ka moral. Nuk është edukat morale, po është edukat ma tepër edukat qysh me ardhe te pushteti ose mësim studim qysh me fitu pushtetin. Pra do të me zgjedh rrugë dhe metodat e drejta si me ardhe deri aty, po s'ki nevojë me përdor gjuhën e tjetër, por lejohet edhe kjo punë, fund të fundit e keni pas Shtetet Bashkuara të Amerikës, jashtëzakonisht ka qenë Trump, ka folë kundër demokratëve, Kamala Harrisi tash ka pas fjalor kundër demokratëve, ka qujt komunista, gjithçka. Pra, as ata fort nuk janë konë veçujt kushtimisht ma të mirë se këto, mirë po këtu pak shkoj edhe ma gatë, se u qëjtën shtazë, hajvanat me emërtime, madje jo shqipe, dhe më thonë për partit rivale, pra kja e ka prish Emanuel pak atëvarë situatën se në mësu me kulturë me fitu, me bof sanet mira, po nuk fitohet vetëm me kulturë të mirë, me moral. Morali o ke diçka tjetër. Morali o sjellje e mirë, bili për moralin ekzistojnë shumë definicione sikur për kulturën. Ka shumë definicione, prandaj morali që përdor nga të dyja polët, ka pasur bashkë tradhtare. Po, ajo që kam bë përshtypje mua, çore, ka kaluar ajo puna se ka tek edhe që po thotë i thon tradhtar më smerret kush me ty hiç, edhe më thon patriot mos merret kush me ty. Ka kaluar ajo fazë, tash është faza e biznesit. Kush po fiton më shumë, kush po bë biznes më të madh që janë thojë, se one këtu e kuptojnë politikën si biznes, partitë politike në asnjë variant, jo krejt partitë. LDK për shembull nuk e ka çatfrym gjatë të parë me thon, madje livdohet apo lavdrohet ato që s'ka pas njerëz të akuzuar për korrupsion e gjanat e tjera, pse më herët po. Por tash ti jo që do herën e fundit edhe e kom dëgju liderin e tyre të thonë dhe të tjerët se natyrisht pak dikush që mundet me bë diçka të tillë në forma korruptive, ata largojnë pi liste, që gjë është e vërtetë, disa i kanë larguar më herët LDK. Mirë po, apet është brengosëse, se dikon 18 persona janë në akuza, dhe më thonë janë në hetuesi, dhe më thonë të zhvillu procedura hetuese për gjitha subjekte politike në Kosovë, edhe kjo është shumë e keqe sepse ata janë pjesë e listave. Gjithmonë janë konë pjesë e listave, pse ka pas tentative me largue, se ju e dini çfarë është ligji për zgjedhje. Nëse është i dënuar 6 muaj ditë, pra e njeri s'mundet as mu kandidu me burg. Por këta shkojnë i kandidojnë në procedura ma herë që janë konë burgosën, kanë bë gjanat e tilla. Pra këta shikamet partisë kjo përgjegjësia. Qytetari do të me ndeshku me votë, mës me votu të korruptuarit. S'do të me votua. Pa më parasysh kush është i cilës parti politike vjen, hiç, mës e votat njeri, hiç. Pra, çashtu vedisohet partitë politike, çashtu kuptojnë, me marrin vesh që s'bën me bakit punë. Për ndryshe këta gjithmonë kanë me fut njerëz që letë ju dini edhe vetë vendosja sot i ka 1, 2, 3, madje ka ministra në ndryshime, Rozeta Ajdari, më thash ai tjetri, janë 3, 4, 5, 6, domethënë s'ka më kërgjë. Janë dikon 18 për gjitha partive politike, 18 politikana, kandidat për deputet që domethënë janë objektivi gjykatave, objektivi prokurorisë, pra kjo shumë është e rëndë dhe shumë është e keqe. Mirë po ajo që thekë Kurti që jena kundër korrupsionit nuk po dhe, që është kundër korrupsionit bashkë deri në fund, se për Kurtin çfarë ide ka pasur dhe çfarë koncepti ka ndërtuar ai, është absurd me mendu që ai kish mujt me bëj dikon në listë i cili është i dyshuar ose është e dyshuar për korrupsion. Sepse ai vetë ka thonë do të na denojnë korrupsionin, na selojnë kërkan kur s'kena milon vend kërkon korrupsionit. Por nuk është ashtu më ardhmë. Zëzive, sot do ndikon kjo çështja e personave me akuza apo dyshuar të cilat janë futur në për lista apo reflekton edhe tek votuesit, tek ata të cilët po i shohin hapta se çfarë po ndodh në të lista. Nëse më lejon isha ndal pak të gjuha, pastaj edhe këtu po.
Na të gjua që e përdorë në për fushata, ne shohim për imi gjithë dëshmitar se ka ndiku në polarizim të tejskajshëm të partive politike, po edhe të shoqërisë. Pra kemi arrit deri në këtë pikë që shkaku i gjuhës së përdorur, domethënë është një prej faktorëve kryesorë që ne nuk kemi pas qeveri. Sepse më ke thonë, më ke qyt kështu, nuk du me bashkëpunu me ty, jo më ke qyt kështu, s'du me bashkëpunu me ty, pra gjua ka qenë një prej faktorëve kryesorë. Kjo gjuhë pastaj është përcjell tek shoqënia në përgjithësi. Ne sot për shembull e shohim në rrjetet sociale kur hyn, domethënë përdoret një gjuhë pa pranueshme në çdo aspekt, ku mjafton me dalë me thonë që një politikan i caktuar i kësaj partie, një deklarat kritike ndaj kundërshtarit, aty kemi dëgju edhe kemi lexu gjëra që janë me të vërtetë të papranueshme. Tash pse ka ndodhur kjo? Na ka ndodhur kjo se ne shohim vetëvendosje, kur ju ka drejtu partive politike, ka arrit deri në atë pikë sa i ka quajt udbash, i ka quajt bashkëpunëtor me të Vučićit, bashkëpunëtor të Beogradit, pra i ka etiketu me gjanat ma të pa vërteta dhe ma të pa pranueshme, dhe normal që një pjesë e elektoratit që nuk e ka inteligjencën as shumë të lartë, fillon edhe beson këto gjana dhe i merr për të vërteta. E njëjta vetëvendosje gjua saj ndaj medjave. Do ka arrit që më drejtu medjave me një gjuhë të tmerrshme, ju jeni bashkëpunëtor të Serbisë, ju jeni zëdhënës të Serbisë, ju jeni i paguheni nga Serbia, pra kjo është një gjuhë që ka arrit me tensionu situatën. E kemi gjuhën prapë të vetëvendosur ndaj bizneseve. Do thonë duke i quajtur oligark, ju për shembull Klan Serbia, lufta drejt për drejt me Devolt, po jo vetëm, pra është gjuhë që ka arrit që njerëzit me fillu me mi pa bizneset si diçka e dëmshme për shoqërinë, e jo sikur diçka që është promotor ose motori kryesor i zhvillimit të një vendi. E kemi gjuhën pastaj që është marrë me individ të caktuar, për shembull sulmet që i bën vetëvendosja ndaj LDK-s. Ata plesht, ata do të mi largu, ata janë persona që i bëjnë dëm këtij vendi, bile edhe kanë bullizu, për shembull për nga gjatësia trupore, për nga pamja e fytyrës, kanë bullizu me individ të caktuar të partive politike. Pra është gjuhë prapë që është përdorur në vazhdimsi edhe e ka shkatruar, domethënë ka kriju polarizime të jashtëzakonshme. Edita Tahiri po e dha një deklaratë më të lehtë, ajo ka me marrë sulmet më të ashpra ka me marrë. Pastaj ka gjuhë shpifse. Tash llogaritë, Hikmete Bajrami e ka denoncu korrupsionin, janë kap njerëzit që kanë qenë të përfshirë në korrupsion, janë në burg, njëri është i dënuar me 11 vite burg, tjetri me 10 vite burg, një pjesë atyre të hollave janë kthy, ne e shohim që ende sot personalitetet të caktuara vetëvendosjes vazhdojnë mi thonë Hikmete Bajramit publikisht kthej ato 2 milion euro. Pra është një gjuhë e jashtëzakonisht e tmerrshme. Në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në kuvendi pa thonë Albini Tradhtar. Pastaj definitivisht unë udbash të Serbisë me mandat plot. Unë ndoshta u fokusoha më shumë nga vetëvendosja sepse e ka një hise më të madhe në politik, ka pas 50% të parlamentit, ka pas një qeveri e pastër me vetëm partinë e vet, edhe ka pas përgjegjësi shumë të madhe që mos me leju më ardhi të kjo gjuhë. Tash ne e pam blau konjuca, domethënë një ditë doli sikur kogja miqësore dhe tha do ta ndrojmë çastin ton, harron ditën tjetër del thotë do t'i shkelim, do t'i bëjmë tokë zezë. Pra uku domethënë çimin e ndron, po vesi nuk e ndron, po veç ai po ngacmon Manuel, ai ngacmon njerëzit dhe pi provokon. Sa i përket që përdora gjunës, besoj që natyra ti ka plot veve, po jo glau sa i përket më kthy te kjo te puna e korrupsionit të listave, po janë diku një 16 që janë me akt akuzat e ngritura, 13 janë në listën vetëvendosje. 13 janë me akt akuza në listën. Po, 13 janë sakt me akt akuza. Lidhja Demokratike nuk e ka asnjë me akt akuzë. Ka në PDK, ka edhe në parti tjera, kjo partia turke, e ka të ish-ministrin, po janë diku një 16 me akt akuza. Është një deklaratë që ekziston nëpër media, ku Albin Kurti është pyetur në zgjedhjet e kaluara të nënshkurtit, a do të futni kandidat në listë për deputet me akt akuza. Ka thonë, asnjëherë ne nuk e bëjmë një gabim sikur që e kanë bërë edhe partitë e kaluara. Ne nuk do të fusim kandidat
me akt akuza në lista. Tashti le që i fut, po tashti e ka marrë guximin e del edhe i mbron. Do thotë këto akt akuza janë bërë nga institucionet që bashkëpunojnë ose që kryejnë agjendat të tjetër kujt. Tash këto janë prapë akuza shumë të rënda ndaj një shtylle të pushtetit që është drejtësia, prokuria dhe gjyqi. Po tash kjo ku po lidhet tash gjuha me këto tjerat probleme që kanë bëjnë me korrupsion edhe me akt akuza. Shalu të zotit Sel, sa të marrë me mendimin e tij sa i përket gjuhës në përgjithësi, Emanuel, të nderuar panelist, sa i përket gjuhës, gjuha është jo parlamentare, jo etike, edhe është gjuhë që bën ndarje mes shqiptarëve. Shqiptarët duhet me qitë vijat kuqe, serve destruktiv. Pakica destruktive, sepse Kosova është shqiptare, Kosova është mono etnike. Nuk është shtet multietnik si që trumpetojnë disa. Kështu që faktori politik shqiptar në Kosovë duhet me qenë shumë i kujdesshëm raport me njëri tjetrin. Na këtu partitë tona politike mas parti nuk i kemi të profilizuar si duhet. Këtu nuk dihet kush është i majtas, kush është i djathtë. Këtu s'kan programe politike të mirëfillta. Krejt lufta zhvillohet me bryla, me ndërshkomca, edhe me ushtrinë ose me milicinë e Facebookit. Nuk qëndrojnë keq me milicinë e Facebookit as opozita. Unë jam me opozitën, sekret publik. Po nuk qëndrojnë keq, do më thonë, i kanë marrë lakmi vetëvendosjes, partizës guxë, alternative së disa subjekteve pa antarësia të që janë. Nuk është në rregull kjo qosje. Qosje shumë e gabume, domthonë. Apo bja se, po më duket e kanë si burim shpirtëror gjithë këtu Sali Berishën. Sali Berisha është derivati i përqarjeve shqiptarëve. Tash Albin Kurti si po gjitha gjosa po vazhdon bab shpirtëror e ka Sali Berishën. Përqarë si më i madh i shqiptarëve mas Sali Berisha. Po i përqarë shqiptarë në Kosovë, që të Kosova administrative, Kosovë lindore, në toka shqiptarë në pushtimi Maqedon edhe shqiptarë malësi atje. Edhe në Margat po e po. Kur presidenti Thaçi, i nderuari presidenti Sedeu, në atë kohë bon moratorium partive politike, në emigracion që shqiptarët e bon shtetin e dy shqiptar, le të punojnë për mirëqenie, për investime, për zhvillim ekonomik, progres, këta mas shumë vite mendon qysh me aktivizu mërgatët shqiptare. Kundër kuj, kundër vllaut, kundër motrës, kundër nonës, shokut, shoqes, mikut, dashamirit. Kjo është qasje pa pranueshme. Kjo gjuhë komplet është jo parlamentare. A po të përpajmë gruda, arritim ju muajt leksione, një deputet edhe ja kishin frikën. Në seancën e fundit. Para shpërbërjes. Kuvendit. Kuvend qëshara, kemi që ka marrë rroga këtë. Bilim në kush pëtyni ma mirë, kona të rroga me dërgu për fëmijët me autizëm, për kategoritë dola nga lufta, për njerëzit nevojlejo ose diçka. Me të rrgu pak nej gjestë solidariteti. Kjo vlen për dy kompet. Po këtu s'pëna prezentojnë kur farë platforme, kur farë programi, fushata nuk është më kreative. Këta po mendojnë që jemi në vende skandinave këtu me billboarda, ose me Facebook, me rrjetet sociale. Shqiptari e dërë goxha shumë me lutë, mja morë butën. Mili, din këto gjona? Engelberti po e po, profesori nderu me ti, ke qenë funksionari lartë e gazetare. Po flasim, qush mi afru njerëzve. Shumë kush nuk ka vëftyrë mi afru njerëzve. Se edhe levizja vetëvenduse që ka pos pushtet absolut që 5 vjetë, kushtimisht do të me ekzistu një parim e meritokracisë. Njerëzit që kanë kontribu për marrë vajon pushtet, po thuj se kërkus janë në pozicione. E kanë marrë modelin e ish opozitës. Edhe ata krejt njerëzit që kanë kontribu me orën pushtet i kanë lënë të marginalizu në lënë mazdore. Fjallori politik duhet mu analizu shumë mirë. Pse po bëhet në cilat rrethona dhe pse bashkë tashti. Edhe qësa po bëhet kjo punë. Është kërkon studim, pra. Normal që unë i thash 3-4 fjallë. Kjo përdoret për shumë arsye. Kjo përdoret për shumë arsye. Kur ashe njeri vetën që është i pasigurt, duhet me sulmu tjetrin. Opozita është numerikisht me e madhe me parti se sa një, këta janë 3-4.
Domthonjë jam marrë. Pra, ata këshyren më mbrojt si VV përmes çati fjalori. Këta tjerë, po, natyrisht këta tjerë. Këta tjerë dëshirojnë me ju kundërvend. Dhe kanë arritur edhe kë, shok jam hakmarrja, po do hakmarrja midis dy parëve domthonjë. Vetë vendosja ja ka nisë para për me e ka pru gjendjen që thonë. E ka pru fjalori diçka tjetër që është i fushës Mili. Po ky mund të më na mos sqarime pak më shumë. Vetë vendosja është i fushës e ne këtë fushën e sigurisë sidomos. Duhet më kriju i ka vy vetë një departament i policisë kibernetike. Se vetë vendosja është shpjeguar. Ku janë të mira, akonta mira Facebook të rreshta. Që bëjnë ofire antikombëtare, ofire vetë vendosja di me shqiptarëve. Është dashur me ekzistuar një departament. Tash këta pe ja kthej këtyne që thotë se jemi të kuptuar të dytë njëtën kohë. Pas mujna se po kur tentova me shpjegu pas po arrim me thonë se ato që do të thonë. Problemi është që tash është një luftë pas skrupull për pushtetin. Dhe ardha vetë vendosjes e domosdoshmë e pushtet e ka pru këtë gjendje çfarë është. Tash krejt janë bën njëjta. Se këta e sulmojnë këta, ky sulmon këta, diaspora, kërkosh më nuk është i mirë këtë shtet. Au infektuar edhe opozita me këtë. Krejt janë infektuar këtu, edhe popullin e kanë infektuar, domethënë politikisht e kanë prish edhe rinin, domethënë, edhe gjeneratat e reja që jetojnë përmes teknologjisë kanë marrë shpërhitje tjera me fy dhe me sha, domethënë se kjo gjuhë denigruese nuk është vetëm për pushtet, po denigron edhe shoqërinë, shtetin, denigron institucionet. Po, e ka prishën tani on, po pse po bëhet? Pse këto do të me di pse po bëhet, se vetë vendosja nuk mundet ndryshe me fitu këta. S'ka mujt as me arën pushtet ndryshe përveç se me i fy këta në opozitën e sotme edhe me i thonë çka më sepse këta janë kompakt korruptuar, janë kompakt. Jo, nuk ka që ka orë këtë vesh me fyrin pushtet, nuk besoj që nuk besoj që janë vetëm fyrja që tash edhe kjo doli korruptum pak a shumë kanë dalë këta të korruptum, tash ta pja kthejnë këtyne tash. Kush është i mirë këtu s'ka të mirë për mua. Vesh shkurt, unë nuk po pajtona plotësisht ose kam këtë një mendim tamin tjetër për gjuhën që përdor opozita karshi vetëvendosjes. Veç ta supozojmë në qoftë se kishte me dal një inqizim ku dikush i Lidhjes Demokratike ose i PDK-s ose AKs e ka një bisedë me Radojqićin duke i thonë brate edhe jo, dëgjoj. Po blerim, dakord, se nuk është kjo tema që jam të përmend. Jo, duhet të ishte ashtu. Unë jam të fol për gjuhën, unë nuk jam të diskutu kush me kon kandidat. Po, unë jam të fol për shembull, në qoftë se kishte me thonë me dal e kundërta, dikush i LDK-s duke bisedu me Radojqićin pasi që ka qenë listën e Zeza Amerikë. Po, ishin mushëset me njerëz, kish pas shavme, kish pas fyrje, ofendime, nëse edhe kërcënime. Qysh e kanë kërcënu Isa Mustafën për shembull, deri dhe në shtëpi kanë hyrë kanë sulmuar. Po Engelbert pse opozita ka bëu opozitë një sporadik. Ani nëse e ngrit si tempe diskutojmë edhe këtë. Po ta diskutojmë veç ta përfundojmë ato. Se të tash debati hopër muna edhe me. Ka ekzistuar vetëm një fjalë e Abdullah Hoxhit që kur ajo shpyt atje në korridorët e Brukselit. Razumem srpski, ky ka thënë razumem, po mallo, a din sa ofendimi sa bullizimi ju ka bë, po. E tashti këtu kena biseda të kryetarës së grupit parlamentar të vetëvendosjes duke marrë një vendim kundër veteranëve të UÇK-s. Po, tash prapë nuk ekziston një gjuhë sulmuese ofensive edhe fyse ndaj kësaj mimozës. Po, gjuhë kritika ka ekzistuar, po ofensive, domethënë me ofenduar me fy nuk ka ekzistuar. Kështu që unë pranoj që ka edhe në opozitë ka kryer rolin e vet. Ka te opozita për shembull raste ku dikush e hub kontrollin edhe përdor fjalë, mirë po mi mat me sa përqind ose sa më shumë përdorin këta të tjerë, se këta përqindja është shumë më e madhe në krahun e vetëvendosjes si gjuhë fyse edhe ofenduese. Zoti Gashi, në këtë pikë i ka bo mirë opozitës sepse nuk ka qenë ta quaj e orkestruar mirë që të përgatitet ja marrë pushtetin zotit Kurti. Ka nejtë shumë pushtet, është akumulu si pushtet dhe futja e zotit Kurti në pushtet. Edhe një gjë që më ka pengu moralisht, që ne kemi pritë shumë nga ky person është kur thotë edhe pasardhësit e mi kanë bërë njëjtin veprim. Okej. Ne këtë kohën kemi shpresuar që ti do të bësh ndryshime radikale, jo si pasardhësit tu. Elementi politik, ta quaj LDK-n, PDK-n. Në kohën e zotit Thaçit,
për t'ju revanshu lidhjes demokratike në atë kohë. Ta bëjmë një paralele është shumë interesant. Zoti tha që pa të kriju Ministri Energie. Për shkak që teknologjia nuk ka qenë në atë brend e avancuar sa i përket deri më tani. Krijoi qeveri energie që t'i revanshohet në çdo dikasteri ku ishte LDK me ekzekutiv. E ka pas ministrin. Bravo. Tani i kemi teknologjinë. Pse subjektet politike opozitare nuk krijojnë stoqe të ekspertëve që mund ta modifikojnë edhe elementin e propagandës? Këtë pikë. Ky e mori një shembull një djalë shumë i zgjuar i BDK-s, si është deputet. Hikmeti Bajram, këta janë individ. Gjitha ato mjete që ndahen te buxhetit e Kosovës për parti politike. Çdo kryetari i një partie opozitare duhet ta orientojë byroët e një kontrolli ndaj liderëve të vet. Sepse Albin Kurti për maksimizon, për shembull i merr 100 anëtar të këtë strukturave, edhe në alet ka 4 sekunda ky qas mire e ilustron e shet propagandën, që opinioni thot po, ky për 100 vetë ka fol, që janë korruptum. A realisht pikë embrionit e goditjeve, domethënë partitë opozitare nuk kanë stoqe të ekspertëve që e modifikojnë dhe thrasin prokurorin dhe futin në akspati. Për pos me çështje individuale. Andaj edhe LDK, edhe PDK, edhe AK njëkohësisht duhet ndrojnë qasje ndaj operimit që opozit. Me një farformë, ma rol të veçantë ka luajtur shoqëritë civile, ekspertët caktuar, se sa opozita deri me tani për që kundërvy zotit Kurti për t'ja marrë pushtetin. Sidomos mediat. Mediat tash se për pas te mediat deshta me dalë. Çish po transmetohet kjo në media? Domethënë si po transmetohet kjo gjunë media, sa po jepet pompozitet, do thotë që po shpërndahet pastaj ai infektimi, siç po themi. Këtu rolin nuk e luajnë vetëm mediat, po rrjetet sociale, luajnë mediat janë Po dhe veç ta kem parasysh se rrjetet sociale bën lloj mediumi, plus asaj edhe i rrezikshëm i pakontrolluar. Ajo që po bë përshtypje është se këtu po folet për propagandë. Popullit nuk duhet më shit propagandë, po shërbime. Shërbimet me ashit, se pa pare do të me shërbi popullit, do të me shërbi popullit. Pra nuk do të me mendu që është me bë propagandën dhe apo fiton propaganda në këtë shtet, apo fiton programi politik ose premtimet që janë reale objektive. Se duhet me ndërhy se mili kontrejt. Jo, s'u kupton çfarë. Ai kontrejt me përmend propagandën, po nëse përmeni propagandën, se më intereson çfarë është propaganda. Propagandës pushtetit aktual, agresiviteti i tij duhet me njëherë në sekund, mrana gjysore, mrana një ore, opozita, ish opozita, me thirr konferencë për shtyp, briefing për gazetor, me fol, me dhon sqarime, tash e kemi rastin e Janina Ymerit, te Liga Demokratike, ose shumë tjerë, këto figura me pacient gjatë gjithë këtyre viteve aktive. Duhet deshifrim në mënyrë aktive me reagu. Ose përparem Gruda, ose muaj. Besnik Tahiri, ose tjetri. Që nuk jam në pra asajna që të mu është jo, me dojnë me demantu, se na profesorin Dërum, na kem posë që lufta me modo që duhet për mikry shërbime qytetarit. Në Kosovë në kundër luftës lirimtore, po shumë e prorët luftës dhe shumë drejtues shtetit e kanë lunë, hajtë se s'është e vërtet kjo. Na kemi posë, na vazhdojnë edhe sot rrenat, thëjnë njerëzit, kanë ndodhur që kaq mi uzurpime, po na dim se me pa pas 118.000-120.000 ushtar, s'kishor pakti NATO këtu hiç, as alatet anglo-amerikan, se po na ruajnë kufit sonte. Nuk kemi mirë njerëz në prag Kërshëndellave, do t'ja urojmë edhe Kërshëndellat aty ne. Edhe vitin e ri. Se po ruajnë vendin tonë. E kollash me shit patriotizëm për tastatura, edhe prej Mërgotës, edhe na prej trojave shqiptare. Po thelbi që po fol Mili, profesorin Dërum, është që duhet një kundër... Këtë vetë me thonë, s'ki nevojë ti me thonë këse, këtë e thot vetë. Po besoj që jemi një linjë këtë aspekt. Që jeni një linjë, mujna me folja pëse jeni. Jo, në aspektin politik, se kemi edhe divergjenca në mesetit. Na po folja në kuptimin e propagandës. Kur det dikush thotë se Kosova po jeton mirëqenie, ku është ajo mirëqenie që na nuk prekim e nuk peshojmë. Duhet me dalë opozita me argumente pa fund me demantu këtë mirëqenie. Jo, drejtet e mia kryesore janë ato që qytetarit të të tregu çka e ndryshon jetën e tij në antarmen. Domethënë sot do kryen shërbime për qytetarin, do të ketë rritjet e pagave ashtu siç duhet, po jo me rrit me thon fjalë ashtë moja sa që nuk i mbulon kur gjofi, me thon kena me bë fond. Po da këto kena me bë fondin për të papunët. Fondi për të papunët nuk bëhet për 1 vjet, 2 vjet, bëhet për 25 vjet. Ti e the edhe më herë, gjua politike
shkon në fushat elektorale, lejohet edhe me te i kalu do kufi, me reklamu, me promovu veten, me premtu pak më shumë se na dim apo. Na jena dëshpëruar se ata s'po luftojnë për drejtat e shtetarëve, për me ndresh jetën e shtetarëve, me përmirësu. Jo ata me bo luftë ndërmjet vetë, kush është më i keq për tyne, kush është më i mirë, se këtu po bjen ata janë më të mirë te janë më të këqij. Po nuk e kam problemin në qoftë se del aty Albin Kurti ose Lumir Abdixhiku ose Bedri Hamza dhe del aty kena më urrit rrogat, kena më ose si kam ato problem. Jo, si ki problem, po populli ka problem. Jo, se ata po thonë po mashtrojnë, këta po mashtrojnë, kush po si shtet po mashtrojnë. Si ka mundsi në farforme po akuzohet Albin Kurti po rritje paga, në tjetër partitë opozitare për fuzën program. Po kjo është problemi, Manuel. 50% do të mirë paga. Kjo është problemi. Le të ka thotë që me 50 euro koeficient me rrit. Shpjegohet kjo pro. Kjo shpjegohet. Jo pa parë nuk shpjegohet kjo. Jo, që shpjegohet pro shumë mirë. Kur unë thëm du mi rrit rrogat, unë e them, okej, kjo është plani imi. Unë jemi pavarur. Sepse unë e di sa ka me qenë GDP-ja, unë e di sa ka me qenë GDP-ja, unë e di sa e GDP çfarë buxheti ka më mundsuar me kriju, unë e kam e di sa ka borxhin publik, unë e di çfarë projekte jem kanë planifikuar para 2-3 viteve që s'kem çfarë pa i përfundu, edhe unë e di sa parë kam sa kanë më tepru. Kur e di unë sa parë kanë më tepru, mbas aty në parëve unë ta shpremtoj kam i rrit rrogat. Por ti nuk mundesh pa pas ka një vjet që ne jena pas qeveri. Ne s'kena ende buxhet të miratum, nuk mundesh ti tash pa pas buxhet të miratum, pa pas buxhet funksional, ti me dalë edhe me marr vendim pi rrisim rrogat. Me çfarë plani pi rriti rrogat? Kush a çoj dikush dorën për me rriti siç ato rroga? A çoj dikush dorën për ti mi shpërndar ato parë që pi shpërndon ndihma paketave të ndryshme kategorive të ndryshme sociale? Jo, nuk vendos qeveria. Mbas pajna kim qeveri në detyrë, e cila është vetëm kujdestare me përgatit vendin me shkon zgjedhje të ardhshme. Nuk tha ke vendos qeveria kur të vjen, e reja se po na çeni vjes kemi qeveri. Ka thot për qeveri. Na çeni vjes kemi qeveri. Sa me lot një qeveri e re. Çeni vjes kemi qeveri. A ka shkuar në parlament, a ka shkuar në buxhet, a u votuar në buxhet në parlament? Jo. Qysh muhet më rrit rroga pa u votuar buxheti? Që nuk ka vetëm deshtat. Jo, s'po vajtoj, unë po tregoj fakte pro. Kush çohet i parë me rreth nuk është mirë. Vetëm deshtat ndërlidha. Kjo nuk është vajtim, kjo është fakt. Në një fakt do të thotë sepse zoti Kurti i rriti pagat, nuk po him në ato se a o qeveri do të thotë palishëm dhe? E palishme apo e leshme po flasim në aspektin e mundësisë së rritjes pagave se kontekste. Po edhe kjo çështje tjetër. Du dal. Sipas kanë mundësi këto subjekte tjera në fillim mandatit me rrit pagat. Po se po thonë çish kanë mundësi me rrit këto buxhetin fillim mandatit. Sepse ata po thonë ne do të arrisim borxhin. Ky GDP ne ky s'pedika. Po s'pedin, se ta partitë tjera po thonë do të arrisim borxhin publik. Ne do të rrisim investimet. Ky ka ul borxhet. Ky ka ul, po kjo keq është. Po shteti nuk shkesh kur shteti s'ka borxh publik. Jo. So keq. Jo, nuk ka mirë me borxh mi borxh. Ti do me thonë derisa nuk i kursen parët, me ndër shtëpinë ti s'janis me ndër shtëpinë, po ku i marrin parët po ti hin kredit ti merr borxhe edhe ndër shtëpinë, kreditin e lën gradualisht. Edhe shteti ti dosh me hyn borxhe, ti do të me marr parë. Me hyn borxhe shteti? Çaj të fol prof. Gabim e Amerika sot i ka 130% të GDP se ka borxh publik. Apo duket mirë të janë? Po kjo është mirë se po zhvillohet. Se sot do ka bë forcë, do ka bë forcë shërbisit e se do ka bë forcë globale, investon në ushtri. Borxhi publik është determinant. Çfarë? Pi borxhit publik 4 herë ka bankrotuar Greqia. Jo. E ka marrë Bashkimi Evropian. Mos e ke shpërdor. Nuk është ai borxh publik, ai ka qenë borxh. Ti nuk din pra nuk ke informacion çka është borxhi publik. Jo, ne kam shumë informacion. 4 herë ka bankrotuar Greqia. Jo, më prof, jo se borxhi publik Greqia, Spanja, Portugalia kanë investuar në administratë, kanë rritë administratën publike. Bashkimi Evropian e ka marrë. A do më fola veç do me mpengu. Po veç fol çka ka thon Bashkimi Evropian se ti po fol ti di. Ani diko mu çavo fol, jone kur ta përfundoj atë fol ti. Jo më në online e ki Bashkimit Evropian i informacion. Po i dimër unë të gjana aty Greqia. Pas is kisha fol. Italia, aty po deshe ti fol. Jo bre janë bashkimi. Ai din rregullat e bontonit. Ta sqarojnë Tu ksha lut. Jo, tu ksha lut. Nuk ke drejti me fyr kërkon po din. Ja, s'ka drejt. Ta ulëm. Jo, s'ka drejt me thon dikuj po din. Ti do të më ndoj gu mu çapo fol ti pastaj mendimin ton.
Greqia, Italia, Spanja, Portugalia njihen që t'i kanë hyrë në borxh publik për nevojat e administratës. Pra kur nuk kanë prodhuar ekonomi, nuk kanë gjeneruar vende të punës, nuk kanë gjeneruar zhvillim. Borxhi publik, kur një shtet hyn në borxh publik, i rregullon infrastrukturën rrugore, transportin, gjeneron prodhim të energjisë elektrike, gjeneron gazin natyror, rrit edukimin e fuqisë punëtore, sepse ne do të eduku njerëzit që përshtaten me fuqinë punëtore që ka nevojë vendi. Pra kur ti ato pare i merr, i investon në infrastrukturë, ti ishtin bizneset tua me punu, krijon vende të punës, edhe bizneset paguajnë tatime, edhe punëtorët paguajnë tatime, e stimulon pastaj edhe qarkullimin e mallrave dhe financave. Kjo ta mundson borxhi publik. Nuk tha askush borxh publik për me shku i pagu punëtor që punojnë ka 10 vet fotokopje që rrin të roje të dera ose shofer. Ajo është katastrofë. Tash ne sot çka ka ndodhur? Nuk kemi autostrada, asnjë autostradë nuk punohet, nuk kemi kapacitete të prodhimit të energjisë elektrike, nuk e përdorim gazin natyror, nuk kemi ide çka ka më ndodhur me ujmanin, pra këto kishin mujt me qenë vende ku ne hym në borxh, i krijojmë kapacitete prodhuese që krijojnë vende punës dhe krijojnë qarkullim paras. E çu zhvillohet shteti? Jo, autostrada tu punuja. Cilat autostrada? Autostrada e podujeve. Jo, këto nuk janë autostrada, këto janë rrugë magjistrale që janë nis në 2018, sot jemi 2026-ën. Në 2026-ën ende janë gjatë verës pluhun e gjatë dimrit balt, edhe është turpi i Zotit çfarë rrugësh kemi ne. Edhe mos harrojmë për 2-3 vjet parti tjera që sot janë në opozitë, kur kanë qenë pushtet, ta kanë rregulluar autostradën prej Prishtinës në Vërmic e prej Prishtinës në Shkup. Domethënë projekte për 2-3 vjet. Jo, ka autostrada që do të bëjë autostrada që të lidh edhe me Serbi, edhe me malin Zi, po edhe me Shqipëni do të me të lidh në Tropoj. Mos harro, Shqipënia është duke rregulluar hekurudhën që ka mira ka Shkodra, ka marrë deri në Tropoj. Në këtë projekt bën pjesë edhe Kosova, ende nuk i ka as studimin e fizibilitetit të krym, se lejmo investimet konkrete që me zhvillu infrastrukturën e transportit. Një qeverit e mëshme, qeverit e guximshme, marrin pare, investojnë, përministrojnë infrastrukturën, pastaj kujdesin bizneset për me zhvillu vendin, me dhënë njerëzve punë edhe pare. Borxhi publik, çka është sipas jush borxhi publik? Sipas asaj që është e di krebota, se çka do të më dallu kredin pe borxhit publik. Kredia është diçka tjetër. Edhe ato donacionet që japin diçka tjetër që buxheti i shtetit. Donacioni s'është borxh publik, ajo është dhuratë. Donacion është dhuratë. M'fal. Përshka që apet po ti e thon donacion o burri, donacion. Po çka po fol? Nga gjua romake donaro është dhuratë. Pse po më shtim me fol? Borxhi publik është borxh publik. O shteti sa ka hiç ka me borxh, sa ka me populli, sa ka kontrata. A di sa parë për shkak të përmendë u përmend 70% në borxhi publik. Po kjo është mirë është. Kjo katastrofë. Ja, çfarë? Katastrofë. Familjen time me pas 17% në rrogën time i thon vetit kur konsion. Ju më do të më hi borxh, do të më hi borxh, do të më zhvillu familjen. Ja, ndexha. Borxhi nuk do të më hiqë dhe me hi shteti vetit borxh. Po kur të marrësh kredi që ajo borxh, ti borxhin e merr kredi. Për shembull, banka botore ty të mund femëneja të jap kredi buta të forta që shiqojnë me emra të ndryshme, po është kredi. Dallon pe borxhit. Borxhi publik mendoj që kontratat janë borxh publik. Ska mujt me pagu edhe shteti kontratat janë borxh publik. U boi borxh shteti se ska mujt të ndjen tatime, po borxhi është kontrata me operator, me biznes çajo është borxh publik. Ti s'o ke kontrata o burri 10, me kërkon se kontrata, kërkush të tuj punu. Ndexha, jo bre mos thuj te ngeve se po punojnë ka pak. Ku bre ti po që ta njerëz të punu? Mirë, çaja çka është punuar e kemi po. Që 5 vjet. E kam marruar në Saradronit në rregull, është çaja. Okej, ato e ka kryer, faleminderit. Unë s'jam ka folur me mbrojt ato hiç, se unë pe di që ai s'ka bë kurrë diçka. Po problemi është ç'është më bë më mirë, unë po voli për diçka më mirë. Mos më kesh kuptuar, nuk e kam. Jo, unë po të kesh kuptuar, ku po thotë s'po din. Atë ja, më fal, nuk e thash në atë kuptimin që nuk pe din, po kur e përmendë çast shumë dhe argumente që ishin kundra çasojna që u folke, se për shembull do të këto se janë nocionet elementare në ekonomi, kredia, subvencioni, granti dhe borxhi publik, që kur nuk kem borxhi publik te grantet edhe te kredia ato dallohen. I dallojnë ekspertat, po i dallojnë borxhin publik. Borxhi publik është kredi diçka tjetër,
Nuk ka mirë me pas mall, ti po Jo, thon mirë mall, jo. nuk ka mirë me pas, se bankroton shteti. Deri në 60% e thonë krejt shkencëtarët më të mëdhenj në botë, deri në 60% shteti do të me hyn borx publik. Ani, ti mundesh me jellë të dhënë si Greqia 100%, po tani. Jo, deri në 60% edhe jo për administratë publike, po për investime kapitale. Kjo është një çukur Gjermania, Po, ndëgjoj. ishte Gjermania, Greqia. Emanuel, kjo është shumë e thjeshtë bre. Po ajo është tjetër borx publik, ajo ka qenë shpenzime për administratë që nuk gjeneron vend e punës, nuk zhvillon kapitalin e vendit. Emanuel, Po tash klasifikohet, po si do të qoftë ka qenë borx publik. Po, Emanuel. Njëta ka pas njëtin problem ka pas edhe Italia, edhe Spanja, edhe Portugalia. Emanuel, shumë është problemi i thjeshtë bre, familja, shtëpia ku jeton ti. Nëse fillon me hi borx, ti bankroton dhe shtëpinë duhet me dal me shitje. Jo, me hi borx me shku në det, ti kapitulon. Me hi borx me shku në det. Ti po borxhi është i mirë. Jo, po borx për me zhvilluar vendin. Nëse unë investoj për në një biznes që më bën parë, ai borx bën parë. Na jemi lavdru për borxhin e vogël që. Jo, s'është lavdat për mua. Jo. Çfarë është borxhi? Unë mendoj që Albin Kurti ka bërë shumë Kosovës Mas mirë. dhe duhet ta fokusojmë temën më shumë te krizat me të vërtetë të situacionit të shtetit tonë dhe ta shohim Po flasëm pak për siguri, nëse pasi edhe mbëllën veç ta përfundoj të borxhi. Andaj të gjitha çelësat e rezultatet që zoti Kurti si kryeministër të elaboroj problemet të caktuar, të zgjidh problemet të pazgjidhura, të pasardhësit e tij ka pas në dispozicion 6 vite. Andaj duke pa një handicap 6 vjet. 5. 6 ka u fut për çfarë? U fut për Një vjet ja ka marrë Abdullahu. S'ka rëndësi, 6 vjet unë ja llogariti 6. 20 do bëj kryeministër. Edhe nuk e ka asnjë profilizim që të kalojmë me një shtet normalitet plot me një kryeministër që e kemi pritur. Cilën fushë? Gjitha aspektet, në aspektin ekonomik, në aspektin e mineraleve, ne flajmë minerale. Ne blejmë rrymë krejt kuën për servisë. Fakturën ne paguajmë shtetit Kosovës, po ne blejmë rrymë për servisë. Andaj qysh kemi të drejtë mu thirë me një nacionalizëm të rajshëm, ku ti ki gjitha asetet mbrenda shtetit tënë, që ti ka falë zoti këtu, mi përdor, me ilustru problemet, me shit energji elektrike, logaritmi mu pa të ndërtu termocentrali, edhe në kohën e pandemisë, çfarë tyra është kështë patë shteti Kosovës, ne që me blokojmë. Po se blokti s'ki kapacitet. Tash, jo, kapacitetit i ki më prodhimit. E ki pas qëmyrën, Gjermania ka aktivizu centralët për të morë. Qëmyrën e ki, po se ki, qka mi po Gjermania i ka në dispozicion. Shiko, Gjermania i ka në dispozicion centrale. Kontër global ka marrë 20 milion, si dëmsh probleme dhe ka shku të shtëpia, pse njerëzit konkretisht, nalim konkretisht. Nali Kosovën si? Vetvendosi. Vetvendosi, direkt. Thotë, është dëmi i madh, thotë që sa Kosovë. Se nuk mund me folë sinqerisht. Këtu janë gjëra që duhet. Kjo është argument. Kjo është argument, fiks. Këtu janë gjëra që duhet mja fakturu zoti Kurti. Çështu folet. Edhe gazin natyror të Amerikanë që ka arë prej Greqisë, edhe ato Kurti e kanë tërpër. Pak është ma i përzim. Okej, se Kurti ka thonë stop, ka thonë se dojmë njerë Unë mendoj që me një platformë 3, me një kryeministër 3 që do të vjenë në mbas unë zgjedhjeve, unë mendoj si PDK-ja, si LDK-ja e ka një platformë shumë të zhvilluar sa i përket zhvillimit ekonomik të Kosovës, dhe në këtu pika më herët që i diskutuam së bashku, andaj zoti Kurti me barikadimin e tij, ne bisedojmë me amerikanët dhe në Amerikë atje. Çfarë fuqi kemi ne të i frikojmë servisë në aspektin ushtarak? Nuk kemi asnjë logjik që na të frikojmë servisë, sepse ne jemi në kartën që përfutem tash në fushën e sigurisë. Karta e Adriatikit e garanton Kosovën deri në departamentin e mbrojtjes amerikan që Serbia nuk guxon në 1.5 kilometra të afrohet ushtarakisht territorit të Kosovës. Kurti janë të arsyeves në kartën e Adriatikut. Shiko, jo më ka qenë karta më herët. Karta e Adriatikut mbrojt nga NATO. Po Kosova s'ka qenë pjesë e saj, ka qenë vetëm vëzhguese. Vetëm vetë ta përfundoj. Andaj, tu e shit një polemik, tu e shit një rënd publike, një popullit të varfër. Tu ja shkep ka një lakum. Ka i sinero lakume. Unë që pe vlen, që ka vlen do më dronat. Po lesin gjë dronat. Edhe xhavellinat e Se mbre, prof. Shiko. Asnjë s'është shtorë këtu. Jo mëre. Asnjë s'është paguar, jo. Dronat janë orë Bayraktar. Ja, drona. Ka të përmendën xhavellinat edhe dorën tjetër. Edhe ato kanë me orë. Shiko, alo, prof. Alo se pagu, po pagu zvin. Më falë që jam po këtap që shtu po bron, po na kena investuar. Po është bastojmë që janë. Shiko, droni A kanë investuar këta në ushtri? Qita? Shiko vetëm një zero. Droni Bayraktar.
Po. Nena ka pru zoti Kurti, ish ministër mbrojtjes Kamarerës. E kemi pas tu, u largu, shkojnë në punë vetë. Për që shku zoti Kurti gullash ka unë në restorant ati, okej, dakor të ka bo ministër. E kemi buat mati, që ky djali që ka Macedon si ka qenë pjesë e strukturës FSK-s. Roli ministrit, ti e kim në kartë obligative që të bëjsh marrëveshje ushtarake me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tash, ti je fut në blerjen e dronëve Bayraktar. Kategorizimi i dronëve Bayraktar është dikon i 12 në botë si kapacitet i fortë. Që i bie. Tash niveli luftës në Ukrainë, ta demonstroj, Ukraina bashkë me alateve, si s'do të përmeni emra, e ndërtoj një dronë deri në $280. Që është shumë kosto e ulët dhe veprimet janë ma të shpejta, ma efikase edhe zero kosto. Që i bjen, akomodimi jonë, shiko, akomodimi jonë. Ideja është, zoti Kurti edhe vetë vendosja, po thënë kena investu shumë në shihet buxhet. Ai po thotë kena merit edhe buxhetin në ushtarak. Mu që kjo hapi buxhet publik. A është kjo një fushë që ata ngurën me këtë? Jo, po s'është fushë, është zero rezultat. Ti po thotë zero është me ble drona, zero me ble. Niveli shpenzimit, nëse ti e kalkulon... Mas kena shumë pare me dhonë. Niko. Shko, ne prodhojmë drona në Prishtinë. Po i prodhojmë të vogël, po. Edhe në Gjilan. Dole, në Gjakova. Nuk bën me qitë poshtë dhe produs tonë, realisht. Unë ta tërgova si element. Jo, unë po foli për politikë, ti po foli për gjonat e tjera. Për politikë, a është fuqia e zotit Kurti, a është njëna për temave të fiksoj fushatës, që ka dhonë diçka për ushtri, aj dhe ka bo pare, miliona për me përcu. Beso që se ata po thojnë që kena bo ma shumë se ata ma herë. Ajo është duke zbatu një plan strategjik e din mirë, një plan strategjik që është 10 vjeçar, që është hartu në vitin 2018. Mile thojnë kur ka qenë kryeministër Ramush Haradinaj. Ai plan strategjik pas pari përgatitjen e kapaciteteve njerëzore, se ti nuk mundesh me shku me ble njëre helikopter, pa i pas pilotin e helikopterit. Nuk mundesh me ble zhavellinat, mi pru këtu, pa i pas njerëz që din mi përdor zhavellinat. Pra, sipas planeve që është i hartuar nga amerikanët, unë këtë kam informatën e kam priburimet të afërta, 2018 deri 2028, duhet me shku gradualisht. Së pari do të ngritën kapacitetet njerëzore, bile para pak ditëve ka qenë që diplomoj ai pilotin e Turqi, domethënë i helikopterit. Tash mundem me thonë, okay, tash mundem ja sjell helikopterin sepse ka kush me përdor. Pra është një program që po shkon. Albin Kurti është duke e zbatu që atë plan strategjik të... Këpi bjerë që i marveshjet e kalume... Po, kjo është duke i zbatu në përpikmeri, në kalendar që është bo marveshja. Nuk është aja që ka po thot kë. Shkort që po pëjmerë si për veti, si unë i nuk janë ide të tina, edhe nuk është plan i ti, po është një plan që kjo e ka marrë. Shka me ndërjon këtë? Shto herë qeveri pas qeveri, Po vetë vendosë në e pikë. Do të ata shkiko me përgatit një plan strategjik, qeverit në bas tina kanë me zbatu. Vendosja ka për fat keq njerëz të infiltruar në zhargonin komunist për i Rusisë. Gjithë ekspertat që i shohim na, edhe partive ti, edhe LDK-s, nuk e ka asë një ekspert ushtarak mbranda strukturës vetëvendose. Ma thuaj një general që ka mbranda ushtrisë. Kjo për Rusisë, po të infiltrim, jo, motivacioni politik. Që ai njerëz që i kanë në tavullinin e vet politike janë me antena drejt Rusisë. E thonë me përgjithësi. E thonë Allah me përgjithësi, drejt e ime është. Është pak me trashëgimi të vetëm valla. Është pak e rëndë kemi thonë. Po, jo më nuk kam drejt me thonë. Është mendimi Nashti kjo është me rënda, mund me që mund të folet për një subjekt politik që... Shka, nëse ti e pengon, nëse ti një generali që ka... Shiko, vetëm ta dojmë një gjykim. Vetëm ta dojmë një që gjykim. Nëse ti thu një slirimtare, që është Anton Quni, Fadila Dergjonaj, Gzim Azdrolli, generalit e luftës për shlirimin e vendit, i Quni Udbasha, atër ti mu më qënë që ta ndjenë që fole ma ere. Kush i ka qujtë Udbasha? Vetëvendosja. Si ka qujtë? Po, unë i kem të brenë që po. Njërës të vetëvendosës, njërës të tinë, jo të ndojmë këtë element, se duhet me ndojmë popull. Që ata ka pojnë kohë mas kohë, flasim pa kutrum, flasim po, ama jo bashkë kemi që nivelli krejt. Kemi pa publikisht, edhe kryetari LDK sot, Antoni Akthen Serbin Kosovë. A ki pa, të më thonë realisht. Nuk ka pas një revolt shumë e madhe. Një gjuhë ti, do të që ju ka drejtu këtyne generalve si Udbasha, si...
Po ju ka drejtu që i tjek thënë se... Na kemi pas gjuhë më... Unë s'paku se fëmri nuk dhja Aja i ka ti fryta se fryta general figurat eminente të luftës shlirimtore. Vërtet. Se Ramos Haradinaj e Davut Haradinaj. Ajo ka një urrëtie patologjike ndaj Dhe që, shlirimtore. nëse marim diçka... Ajo është e çuditshme urrëtia e saj deri ku shkon. Ajo është në linje me gazetën serbe shqipfolse. Aja pite ka lart politikën dhe shtetin e Zonë Kosovës. çfarë? Aja ka shumë personale. Urrëtie patologjike që e ka ndaj shlirimtorëve ajo. Ata nuk dinë ndryshe. S'mund mi po organikisht. S'kan Është e kapacitete çuditshme kur tjera. është njëri atove në tubime për ditën e FSK. Po kthejmë në tema e gjuhës që hapim debatin, pra Ajo urrën e është shqiptar. Pikërisht tash po dele ja Po dele gjuha. Kto që Fotmini Po mirë, kush për fiton? një pjesë kësaj time quve? qëndrojnë. Jo veç humbje kem. Na nuk Veç për çfarë shkojnë polarizime. Unë çto po A ka ndryshu këtë fushat? Sfiton Unë mendoj që është Sepse zbut. nuk është Unë mendoj që është zbut terme tilla prej ofenduese. figurave politike, personalitetet politike, leadershipit të gjitha partive janë shumë më të kujdesshëm. Na duhet me pranu. Domethënë po janë më të Nuk i kujdesshëm. di minutës fundit. Po, nuk ka përfundu, po. Nuk ka përfundu, po deri në këtë moment Duhet mi kariku Se ti tash elektoratin. ka thonë njëri për qytetarëve të TV-s tokë zeze po, kafte. e kom thonë edhe një vend, edhe një rast tjetër, kom thonë ende s'ka përfundu. Sa ja thanë në rrugë shtu aty Mirë po, formë shakaje diçka. Mirë po, që kjo gjuhë nuk është shu të nivelet më të ulta të partive, për shembull të disa militant ose të disa elektorat njerëz, të cilët për shembull pretendojnë që flasin në emër të partive. Edhe ata e gjejmë këtë gjuhë të ashpër u të bashkëpunëtori i shkive, i gjejmë këtë Po nisna për një faktit shumë thjesht. Një deklaratë e im janë çfarë do televizioni qoftë njëjtën gjuhë e kia edhe për militantëve të partive tjera. Nuk është se zoti Seca e elaboroi shumë mirë ku tha është infektuar edhe pjesa tjetër apo zoti. Ama Manuel është një fakt para një 4-5 ditëve. Albin Kurti ka sulmu mediat, prap domethënë kjo drejtu klan Serbia. Edhe mediat për sulmojnë Albin Kurti. Po, ato janë media. Pa kanë dalë. Po, se nuk i takon liderit e një partisë të sulmu ka shumë. Si e komenton Çfarë rezultati me përkrahas? Jo, vetëm TV-ja, vetëm surroj. Ja, vetëm një pyetje, nëse si e komenton Vërtetën. Media duhet të flasin të vërtetë. Sot ishte problemi i rrugëve. Normal. Rruga Gjilanit ishte problemi. Megjithëse edhe varet pak Si pesëzorit, komenton një po medion, duhet me rujt nivelin. 20 minuta lojmet nga vendi janë të gjithat lojmet kundër qeverisë, kundër Albin Kurti. 20 minuta apo 30. Ajo bëhet e lebrishme. Unë jam gazetar edhe normal që e mbroj mediumin, por në raste të tilla dhe sidomos situata që është përsëritën vazhdimisht ndaj lëvizjeve të vendosjen me drejt apo pa drejt, sidoqoftë, edhe aktivitetet që zhvillohen në kushte normale si aktiviteti qeverisë apo çfarë do të qoftë ai, një llose. Po janë këto media e mëdha që kanë sjellë pushtet. Nuk ka pikërisht këto media që kanë sjellë pushtet. Tash, jo se deshta mund të lidh të pyetja këtu tash. Apo e ndihmojnë, apo po e dëmtojnë, je vetëm pak I lutem se s'po kuptom. Tash sa I përket kësaj, dua t'ju pyes, apo e ndihmojnë, apo po e forcojnë Albin Kurtin mediat edhe disa nga analistë cilët Shiko, te sistemi hibrid, e thash edhe më herët, zoti Kurti. Jo me sistemi hibrid, vetëm të lutem po flasëm zoti Koçi. Po flasëm do të thotë për mediat, le luftën hibride, le hibridat. Po flasëm për mediat në raport me Kurtin, apo e rrisin apo po e dëmtojnë. Vetëm një sekond. Tash ta dojmë ta gjykojmë saktë. Apo ja bojmë rrotë. Ta bëjmë një gjykim të saktë. Zoti Kurti, vetëm një element që e ka studiu me njerëz të vet, me ekspert, për t'ju ikë mediumeve, për t'i mos financu mediumet, për t'i shkel disa mediume, është... Cila qeveri ka financu mediume? Jo, të lutem, gjitha. Yes. Jo, gjitha ka financu, të lutem, me leje. Qeveria... Veç ta e gjykimin lutem. Do ka që shkojnë. Shiko, për ti... Edhe në kanal 10 shkojnë. Ta e përmendi. Po shkon edhe History Channel, po shkon History Channel. Shiko, veç ta ndojmë, ta modifikojmë. Jo, është medium që po milazem. History Channel është medium që... Veç ta ndojmë qëtë element, për të pyetjes së Manuel. Albin Kurti me ca ekspert të vetë në aspektin teknologjik, edhe ka marrë shumë sakt opinionin e brendshëm, duke pa se teknologjia ja ka mundësu që ma shpejt të qytetari e shet propagandën përmes TikTokit edhe X rrjeteve sociale, se sa përmes studiove. Ne përshojmë edhe vetë. Kjo propagandë e nivelit Gebetsi. Shiko, tani, duke pa,
Alarmon. Le të folin 300 analista kundër zotit Kurti. Le të folin 300 gazetarë. Po është e kohët për shkak se ai përmes studiot veta të projektuar nga ekspertët po arrin me shit një propagandë. Ai ka studio njerëz punojnë për to. Lutem, ne jemi të folë për luftë speciale. Ai ka një luftë. Studion që i incizojnë videot. Ai ka një luftë, s'ka program. Edhe ky programi jonë, edhe ky sonte incizot nga ata. Edhe qohen e morin selcin, dy profesorat... Na bëjnë skanerin. Shumë skanerë dhe bëjnë prejmë, edhe ty bëjnë prejmë. Është vjetër ajo të vetëvendosja që e ka pas kriju. Po. Ka pas kriju të vetëvendosja dhe ka pas dalë. Pastaj roli i mediave, ai që ka biznes e man media, ai që s'ka biznes, natën e mirë ka një lakum që aty. Po vazhdojmë radha zi, ose po kanë të profesor se me të pak bash. Shumë shkurt, Emanueli shumë mirë e tha, ma herët, e boni një pyetje, po edhe një koment shumë shkurtër që i tha që ato thelbin që duhet me thonë. Për shembull, është shumë rënd me Emanuel me shku në këta televizione, për shembull ti si kryeministri i shtetit u kret janë kundrejt teje. Mos e reagoni, pritni pak një herë. Kret janë kundrejt tina, domethënë. Me shku duke gjën kret kundrejt zotit Kurti. Ky ka zgjedh metodën për me dalë në publik, me dalë vetën. Engelbert. Po dal vetën, po shkon kanal 10, po thot çka po don, sepse nuk po do mi po njerëzit që janë këtë kundrejt tina. Pra, është që kjo e drejt krejt kjo bota e njerëzve të analizave, jo të mediumeve, më konë krejt kundra një kryeministrit të shqipë. Pa më parasysh para. Ma tegrë se kundra Albinit ka pas kundër kryeministrit Thaçi, një fushat pas skruput, se nuk e njën njerëzimi. Jenë shkrupët të në leotër artikuj, jenë bojë misione pa fund. Okej, përgjish më thoni, jam ka bëj pyetje, nuk jam ka bëj përgjigje për veti për mendje. Letargji është. Për shembull, unë kom thonë edhe marrës, shumë e ki vështirë, kur krejtjen kundra teje dhe ti dush më shkune për atë televizione me mbrojt qëndrimet e të bashkë. Edhe kundër Thaçit ka qenë, po shkoj këtë Adriatik Kelmeni, shkoj këtë gjithë. Ja ka dole, pse hupi opozita, e deni pse hupi LDK PDK, sepse ja majte nonën krejt vëdhës, mediat, apo? E që kjo është, krejt u bënën kundrej LDK-s, PDK-s, Aleancës edhe Terra Albin Kurti. Pse tash krejt kundrej vëdhës? Tash janë kundrej tina krejt. Profa, ta jap edhe një mendim të amin qëtë aspekt. Da njëra të mendu që studiot e në televizione, da se për Marina Natasjo, po janë krejt kundër Albin Kurti. Do mendoj që nuk qëndron 100% kështu. Në qovë se shkojnë të debat plusi, ti e ke të përhershëm e ke Rama Bajën edhe Zebicën aty. Aja, të vesh për jeshijën ata. Po, dakor, por, janë, do në gjë sekund që ata flasin, edhe kur ka komplet gabim Albin Kurti, ata kanë me mbrojt. Nëse shkojmë të Kanal 10, ti e ke krenarin, e ke aty blerimin që tash madhe përfundojnë edhe në listat e tyne. Deri vonë, edhe në presin kem pas njerëz që e kanë mbrojt fuqishëm, e kanë mbrojt ashtu, po tash kanë ndru qasje, edhe jënë bo këshën ma neutral. Jënë bo kretë, jënë kundrejt tina. Mi, po unë e kom informata që jënë të ftu, kanë qenë të ftum analista që me mbrojt filozofinë e Albin Kurtit dhe politikën e Albin Kurtit, po kanë qenë të porositur mos me marrë pjesë në këto debate, sepse kanë pas strategji, nuk dojnë me marrë pjesë në këto debate, edhe kështu kanë ndodhë. Mas të harrojmë, RTK-ja si televizion... Po, që po këthejnë edhe të pytja, RTK-ja si televizion publik, a jemi ne të dakordit që leqë ata të në kohën kanë trumpetu pro të qeverisë, po ata dhe i kanë sankcionu, i kanë largu nga puna, me qo se ka pas gazetar, që një farë mënyre ka hezitu me mbrojt qeverinë. Pra nuk është bashkëreq ashtu bardhë dhe zi, pra edhe në media, qeveria i ka pas njërës të vetë, i ka pas personat të vetë, edhe kanë përnu. Nuk po shkone për debate me analista, se këtë janë kundrajtina. Po tash me kësyt e pytja që bërë Emanuelja, ka minimua, po ka me dëntu kjo Albin Kurti. Tash në këtu dohet me pas parasysh. Me korrekt, një me 10 nuk shkon një me 5. A keni përcjell në... Besoj që kjo është, më faqe për ndërruar. Jo, vëzdosha me marrë të përgjigjen. Kjo është, nuk është ndonjë fushat e sinkronizume kundër Albin Kurtit prej media. Na kemi pas fushatat sinkronizume kundër ish kryeministrit Huati, ish kryeministrit Isa Mustafa, edhe kundër ish kryeministrit më të mirë që ka një Kosova që më thoqet. Valla, ajo nuk është korrekte. Kemi pas fushata linquese morbide, me lëllëj, rane, edhe sa të vazhdojnë këto fushot. A ndihmojnë apo... Ta pres përgjigjen edhe a janë qatat njerëzit e njëjtë shumica në media që vazhdojnë rotacionin e njëjtë. Silën në rëndësjes. Herë me njërin, herë me tjetrin. Herë me Solin, herë me Lolin. Desi e ka bëjt opozitën, tash kjo është bo irrituse për elektoratin në përgjithësi, edhe elektoratin nuk po pranon, se a ki pa nga njëherë ka njerëz që thonë nuk e du
për as lavdin, as nerën tonë nuk e du. Pra, tash kjo tash ka ndodh që unë edhe pe shoh te një pjesë e madhe e njerëzve, do thonë ndoshta edhe kur i shohin, vetë i shohin që ka gabime të qeveria Kurtit sepse ka shumë korrupsion me rezervat e shtetit, me energjinë elektrike, me marrëveshjet në WhatsApp për punësim, jo Faruk Mujka, jo anej, ta populli pe shohin që ka shumë skandale. Po, një farë mënyrë ju lidhash për inat të atyre që po e sulmojnë Kurtin, ne prap edhe pse e ka gabim Kurti, do na me vazhdu me Kurtin. Pak pe shok këtë element që është duke ndodhë. A duhet na me vazhdu tash me thonë mos me sulmu Kurtin edhe kur ka kështu skandale? Jo, na do të me gjetë mënyrën ma simpatike, mi nxerr në sipërfaqe skandalet të qijat e Kurtit, edhe jo vetëm me zë, jo vetëm me fjalë. Këtu është, na duhet edhe me vepra, na duhet edhe me vepra. Por opozita këtu 5 vite kur janë eksistente. Diskutuam me Milin, edhe me Engelbertin, që është një njeri i letrave, i kontributave, profesorin e nderuar të respektuar. Opozitë sporadike i quajmë këto. Qësh është kjo opozitë sezonale, sipas hujeve tekëve tyre, qësh janë zgjuar mëngjes. Jo opozitë organizuar, mirëfill. Na nuk duhet me pas opozitë anti-shtet. Jo opozitë që thënë. Na dëmi një opozitë faqësore. Ky shtet i dy shqiptarë është ndërtu me mundin e brezat të tërë. Rezistencat pa fundme. Edhe rezistencës faqësore, po që ka kulmu me luftën çlirimtare të QKS, edhe me misë ndërkombëtar. Kështu që na duhet me qenë të kujdesshëm edhe të bëhemi të opozitë. Po na s'kemi pas opozitë. Ma opozitë e kon ti, Liri Mehmeta që nuk o këtu, PSD-ja që s'pe përmendim ish, një frakcion i ish lëvizjes venduesje, se so o kon opozita. Opozita ka bëu paskuar Ramosh Haradinaj personalisht, ndërsa të tjerët kanë fjet. Ka bëni ku Fatmi Limaj, po krejt këto me përkufizu me pak fjalë, është opozitë sporadike, ko paskoshme. Si janë konë në mënyrë aktive. Po, elementi që... Edhe pastaj do të kalojmë tek vetëm një sekond, elementi ma i dobët që na jemi një pasqyrë keqe të mediumet ma të forta në botë, është që një kryeministër merret me mediume brenda një shtetit vet, ku realisht ne kemi pa që edhe disa zyre të televizioneve të caktuar ju kanë thënë janë kërcënuar edhe gazetarët vendor, që është një mekat i madh sepse Po indeksi i lirisë media fat këto. Vetëm po, realisht është një gabim i madh i zotit. Ku ki pati një kryeministër? Shiko, ku ki pa një Unë mendoj se nuk është edhe media ashtu që është paraqitur sepse ku ki pa një kryeministër ku del në media, ta morëm një shembull eksakt. Edhe thot, le del filon biznisi, nuk jemi na kundër bizneseve. Po thot le të na kallëzon që ka marru biznesin, kush jeti me të kallëzu që ka bo biznesin ai. Ai prokurorit ti, ai gjyqtarit ti. Nëse ti ki një argument për Emanuelin, thirrë prokurorin, thirrë gjyqtarin, krijoja padin rastin burg. po. Do të thonë me një farforme kryeministri pe lun rolin edhe argatit në pazar. Nuk është Realisht për mendimin tim kjo, gabim i madh i zotit Kurti. Nuk besoj që gjendja me media aty që është paraqitur. Po, saktë është. Absolut. Unë jam gazetar, unë jam pronari i mediumit edhe unë e di sa. Po i kanë kërcënu. Nuk është e vërtetë. Kemi argumente më në terren, çu s'ke argumente? Ki argumente pe njerëzve caktuar. Jo, publikisht më kërcënu gazetar. Ne kemi sot rastin Cili politikan se kur flasim do të flasim me fakt. Cili politikan e akuzoi një medium publikisht edhe vetëm një sekond, elektorati i vetëvendosjes. Klanin e akuzon baza ditë. Ato janë çështje tyre personale. Kanë nxitur rrejtin. Po flasim për mediumin përgjithsisht. Unë kam me dy rivalë, do të thotë që bojnë luftë. Se kemi rastin konkret. Kloni e bën luftën e vet për interesat veta. Këta kanë luftën e vet për interesat vet, do të thotë janë interesa të tjera, nuk kanë pyetje televizione. E kemi rastin konkret sot që Blerta Fonishi ka bashi, sot e ke rastin e cila fitoi rastin në komisionin e pavarur të mediave dhe u kthy prapë u bë redaktorën e RTK. Pse e largun nga RTK-ja? Vetëm sepse ajo i boni do emisione që nuk i shkoi për shtat partisë në pushtet. Edhe e largun nga puna po televizion publik, po flasim hyrjen e televizion në media. Po flas diçka me përgjegjësi, apo me sikur ki pas gazetar të arrestuar po so. Vetëm një ajo është ekstrem me jo që po e kinë Serbi, mos e ka sa në Serbi. Po shkruajnë shtetet e rajonit. Ja s'du me krahasu. Ama neve po na krahasojnë, ne po krahasohemi do të thotë edhe ma ke se Serbia në listën në rangistën. Në disa faktorë tjerë. Po s'ka faktorë tjerë. Në disa faktorë tjerë, po. Domethënë sepse na japën po pozitë të kësaj pune. Nuk po mbroj absolut gjunë e qeverisë ndaj media. Absolut në asnjë formë se është e papranueshme, është e padrejtë.
Po nuk është ekstrem sa është u paraqit, sepse janë aty dhon pompozitet, ç'është madh, do është i thotë që jemi një shtet diktator që nuk shëndron as pak. Raporti Progresit Evropian e thotë domon herën e fundit. Ja thotë se na pe bojmë vet. Jo më vet, po janë argumente. Ata analizojnë pak më thellë, s'po duam të hyjmë se unë e di saktë. Nuk mundem me dhënë shtreme. Se tash kjo është një element që Emanueli është duke harru, po tash kjo monitorojmë. Jo, nuk e harru. Ata e marrin se ata thonë edhe verimi i Kosovës është Kosovë. Për shembull, edhe 4 komuna të Kosovë janë Kosovë, sipas tyre. Gazetarët tonë që kanë shkuar me raportu në veri janë sulmu fizikisht, jeta aty ne ka qenë rrezik. Edhe për ata analiza kur bëhet edhe çaja pjesë është Kosovë, edhe ata thonë mediat në Kosovë po sulmohen. Ata nuk e cekin apo sulmohen për shqiptarëve apo për serbë. Ka qenë raporti më herët fatkeqësisht në Gelbert nuk kur janë sulmu gazetarët në veri tonë. Edhe raportet edhe Bashkimi Evropian nuk ka reaguar. Mos e ka pas kolegë të këtinet me emna që i kanë punuar dhe me Emanuelin, ja ka thënë njëri dorën. Po asnjë fjalë nuk ka shkruar në raport Bashkimi. Ata nuk e përmend. U thëni dorën i gazetari. Saktë, ata nuk e thonë në mënyrë të veçuar e me emën e mbiemën. Po thonë në Kosovë po ndodhin këto gjëra. Tash më marr veç veriun, pe marr komplet do të këto sulmon gazetar. Këshilla ime Emanuel, këshilla ime kush do të qetosh kryeministri i vendit, në momentin ku atakohet dhe fërkohet me zonën e Dugaxhinit, kështu po japin një këshillë publike, është mirë që Dugaxhini ka sfiduar një Jugosllavin në shumë elemente të caktuar. Ka bombarduar me ekspert, me ushtarak. Mirë që nuk është një drejnë sakto, me thonë. Vetëm një sekond, s'ka argumente. Edhe tash, i bëj thirrje edhe sa qeveri, edhe ajo që vjen mos fërkohet fort me Dugaxhin se i hupin antenat ndaj kanë mal, edhe nuk është mirë. Le t'i lojnë njerëzit të punojnë. Ma mirë është milion me punu. Nëse ki argumente po një padin që e në burë. Po, në aspektin klanor, në aspektin grupor, me të cenu integritetin e një familje që ka bo super biznes, argumentaja denëje, po jo me të cenziru, jo me ja rreziku familjen. Këtu do të më largu për këti elemente. Vetë vendosja si pikë të fortë të vetëm, si që mburën është verjo që kam pru një gjendje tjetër. Po, është pru një gjendje e re. Po që e më gjendje që shokon. Po cila është gjendje? Kam ndryshuj, kam marrë njëri dhe një 2 ura. Shiko, kryetari i Mitrovicës, kur ti e din që unë nuk këtë fush. Vetë vendosja bashku që s'ka bo, diçka ka bo. Po viktimizot edhe opozita që po ka po të bërë. Sa përket zhvillimit ekonomik. Ato që ka ndonë është vetëm një proces. Nuk është mirë edhe që ato që ka po mirë, do të kesh. Ato ja la fundi s'ka. Po, a do ta sëlmoj opozitën çat pikë. Jo, nuk është të sëlmu. Jo, more. Opozita veç kryte poshtë e mon. Opozita veç po i thonë. Veç situatën që e ki sot se ki posë kundre. Shiko, ta bëjnë Shiko, e kom për obligim. Unë e kom pas rast, unë e kom... Situatën bëjnë normalisht që është ma mirë. Do biseduar dhe me... Shiko, profesor je gabim tu, je shumë gabim. Anjani po, je gabim. është një proces. Kryetari i komunës. Vetëm një sekond, ta përfundojmë sta. Do të më përfundu, se i me ta përfundu. Jo. Diçka ka bën, diçka ka bën mirë këto tjera. E kena diskutuar. Pjesa e mirë ka, po me ditë po din. Shiko. Në rregull, unë kam kapacitete, po. Vullnetin e mirë ka. Ja ke çuajt ata tradhtor shpiuna që mi Vetëm një ilustrim vogël. Kryetari posa zgjedhur në zgjedhjet lokale në zonën veriore. Po. Është një zëvendës ministri i punëve të brendshme që ka qenë në qeveritë e kaluar. Cilën qeveri? Në qeverinë Haradine, ka qenë zëvendës ministër. Ka qenë zëvendës ministër edhe qeverinë kur ti një me LDK-n. Po mirë dhe kanë zgjedhur ata të vetë, kanë zgjedhur qytetarët serbe kanë zgjedhur. Vetëm një sekond. Ka zgjedhur Ramushi e këta të tjerë. Ne nuk u xojmë me ranë provokime sekundare të një nacionalitetit fake. Për shembull, ti e din shumë mirë, edhe prova këtu edhe Manueli është pjesë ekzekutivit. Ne kemi pas diku 11 subjekte politike serbe të regjistruar që kanë ngaruar në Kosovë. Ta bëjmë një paragjykim. Lista serbe ka tentu edhe ka mobilizu diku në 60% i ka morë ato parti ka shtimin në listën serbe. Kur ka arrit me morë 60%, ti e ki kriju skandalin ma të kest mund shumë. Në vend që ne të kemi 7 subjekte politike konkurencë me listën serbe, ti ki barikadu listën serbe super fuqi, e ki betonu me një pikë. Kush e poni atë punë? Ja thot ndryshe, ta janë marrë vesh partitë e maheshme, të janë marrë vesh me marrëveshjet Brukselit e kanë bërë listën serbe. Me cilë marrëveshje? Qashtu thot vetë vendosja. Po fuqia ma madhe listës serbe ka qenë, do në thot në
këtë qeveri. Po? Se ka pas kur far peshe, kur far ndikim. Kush? Lista sërbë. S'ka Që pas. s'ka pas ndikim ku ty ka ka pas? shkuaj Ja, s'ka pas ministri, që ka pas emri ministri. Që harroja emrin, ka shku në front atje në barikada. Politikisht po flasim. Po, ka shku në ajo barikada, çështje edhe ti ka personale, ndërsy krejt sërbë me sulmu policinë edhe me sulmu... Po, ne, se ajo qështja. çështje Edhe kur është tjetër. pyet kryeministri ka thonë ministri yt është në barikada, ai ka shku për tha, është të kryeni një punë shumë të mirë, tha është duke ndihmuar shtetin. Se ja rrova emrin atij ministrit. Po, Se politikisht Po, edhe pra, do me thonë, qaj ministër ka qenë ministër në qeveritë Kurtit, edhe në anën tjetër e ka organizu komunitetin me dalë kundër shtetit. Po nëse dalëm që thaj këta Milan Radojqić në kam pritë zyre. Po, dakord dhe unë po them, vese mos ta Nëse bon paralel. Vese mos ta amnistojmë. Do të thotë tash ky ka qenë i kriminal që është pritë zyre, nëse bon paralele tilla. Po ai në atë kohë po flet ti, ai s'ka qenë ende kriminal. Ka qenë një person. Jo, ka qenë. Ja, kur ka Jo, Gabi, Ka qenë një kryetar, kanë qenë Po, s'ka në pas asnjë akt akuz ndaj tina, s'ka pas asnjë jetim ndaj tina, s'ka pas. Milivono in subjekt politik. Ndaj ministri çka ka Si pas? qa, veç... Po ministri ka qenë, i ka pri bandave Pa jo serbe. prinën këtë, po këto Po, edhe kur Kurti i ka kërkuar që shkarkoj shkarkoje sepse kujtohet Isa Mustafa. Kush i shkatroi këtë Ai bandë? kujtohet Isa Mustafa që Në djetë, kush i ka vendosja... Kush i shkatroi? Po Pse nuk pe shkarkon Jablanovicin se i tha nana i ofendoi nana Gjakovare. Isa Mustafa e shkarkoi Jablanovicin. Kur i tha me Kurtit shkarko tash i këtë ministrin sepse po i prim. Pse nuk e shkarkoi? Po ku o ky Pse nuk e shkarkoi? Ku janë ato banda? Po që aty i ki. Nuk po brigoz. Po në Mitrovici. Jo, po mendoj se s'ka, unë po ju garantoj se s'ka, po e ku janë çato armë se po xhinën në për Janë konë tyne, po ja u kam pse si bledhe. kanë Ato vazhdimisht po xhinën aty jo. Çata njerëz që aty jo. Po mendoj se pikërisht opozita po viktimizohet në këtë pikë do thotë. Nëse ne mendojmë, nëse ne mendojmë se ka shleti që na Ka po shohim po volim. Edhe opozita... Deri me sot do Edhe thotë... opozita ka përkrahur kryeministrin Kurti në aksionin veri. Shumë më vërtet. Edhe i kanë po tjera fjalë flet me ta privatisht, tjera fjalë i flet për konsum elektoral. Edhe mendoj ti opozita që Manuela, po jap një shpjegim. edhe pastaj filloi. Manuela, më jap lutem. vetë po kalojmë. Vetë një shpjegim më le. Çka është lista serba për vetvendosin edhe për leadershipin e vetvendosjes? A është një listë kriminale? Po. A janë që ta kriminal të ta menaxhu, të ta administru komplet verin? A është banda më e madhe serbe kriminale në veri sot aktive? Partia më mungësu. Ata na guxojnë. Nuk është Nuk guxojmë na tash me thon, pse mendon ti profesor? Shqiptar raport me Unë se po foli ti po thu sa çfarë. Jo, le të jetë ashtu profesor. A mendoni ju që politikë që to e gorën politike. A mendoni ju që ta serbë që janë sot në 4 komunat veriore janë të menuar me pru paqen në Kosovë? Jo. A janë që to banda pra? Po janë të heshtura për momentin. Ata e kanë bë betimin. Serbë nuk janë faktor kushtetutë e shtetit. Jo, aty se kanë bë kur. Veri s'ka pas kur. Kur morë me flamurët Serbisa. Jo, ma përpara s'ka pas. Nashti ti e kon atje din ma mirë se na. Çka kemi bona jo. Prova ta policia i kanë pasur informat me logon e Kosovës. Prokuroria gjyko. Ata shumë domthon, po na po folin për partitë serbe që kanë bërë betimin me flamur serb. Proksi eksperiencë. Mendoni ju që çto lista serbe dhe çta njerëz që janë të jetu, nuk janë duke e bënë një riorganizim edhe prapë me rezistuar? Ska pas xhamani rast. Unë kam të frikë. Besë në serb nuk ka, por shqiptarët njëra për gjithmonë. Se mos kalojmë të rretoj. Jetë me zgjidhje. Mos vetë serb po thuajnë liderët e tyre që janë Flasëm në aspektin politik. Njëra për gjithmonë do të mos zgjidh lufta shqiptaro-serbe. Zoti Selca. LBT-ja shqiptaro-maqedone dhe shqiptaro-greke. Jo, na kemi betejë juridike. Greqia ka akoma ligjin e luftës në raport me shtetin shqiptar. Edhe që të dy vendat janë anëtarë të NATO-s. Pa i përfundu që do betejë, stabilitet s'ka në Ballkan. Zoti Burioni është hera poshtë. Mund me pas një varë qetësie të kopaskoshme. Janë betu para logës, para flamurit edhe dokumenteve me logot Republikës Kosovës. Kjo është hera parë që ka ndodhur, ata me pranu mrena flamurin e Kosovës, me pranu simbolet e Kosovës. Madje e dini kur e kanë bërë inaugurimin, fushatën, falë me lezim, që e bënë në erën e fundit i kanë qitet e flamurat, ju e dini ja kanë hek policia flamurat, Serbisi ja ka hek aty në sallë, nuk i kalon ma që ashtu diçka. Që ma herës kanë guxu me hirë. Nuk ka guxu kush mi prek.
Këta janë kongre. Gjurishë Zhak. Jemi në pjesën e fundit. Vendosja ta ka pruvi. Jemi minutat e fundit, jemi pjesën e fundit se do ta diskutojmë në Nas po volim çka janë ata se nas edhe na kena jemi me flamuj. Me flamuj Serbia duke zhvilluar në çet moment që tash po flasim për bimet e këtë komunat serbe. Kjo që e thuni ju, Për ashtu aja mos po herën e fundit në media ka dalë që ja kanë hirë. jo, kanë dalë mos me Xhiros karikat e palestrës me flamurin serb. Kjo ka qenë. Unë çato. Vesh po kalon pjesën e fundit sepse edhe 4 ditë jemi, do të thotë, para zgjedhjeve, pjesën e fundit, do të thotë Zoti Gashi për ju pyes juve fillimisht. Kjo temë u harxhu dhe besoj do ta diskutojmë me një debat tjetër sepse jena këtë në një situatë tjetër, por temën e nxjerr dhe erdhi deri këtu. Kemi një situatë e cila është qysh është për shumë krejt. Kemi nismën, po nisëm për fundit Aleancën, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Të dielën do t'i kem zgjedhjet dhe sipas sondazheve nuk ka ndryshime të mëdha, do të thotë, në rritje apo ulje të subjekteve politike. Si e shihni ju çfarë do të prodhojnë të zgjedhje të dielës? Po, realisht duke po pak më afër Dhe si sheh ato ulje të rritjet përqindjet? Duke po pak më seriozisht elementin e fushatës, duke kalkuluar flasë edhe ramit edhe ngritjeve të subjekteve, duke kalkuluar edhe diasporën në veçanti, duke pa që një diasporë është shumë me zvetë sa i përket evaluimit të parë për vetëvendosjen, andaj unë e shoh një ftofje dikun rreth 40% të diasporës në aspekt me votuesin e vetëvendosjes që ka qenë më përpara. Për shkak se mund të jetë edhe më më. Shiko, unë e çoj në 40 vetëm 7.000 janë regjistruar. Jo, tash i 5-6.000. Dihet sa vi këtu. Shiko shumë, nigo. 77.000. Vetëm ta bëjmë një gjykim. Për shembull, kemi konkretisht Aleancën për Armërinë e Kosovës, ku shtrihet në zonën e Dugacilit, ku ne kemi familjarë që vinë për e zonën diku 60% në Mërgat. Të gjithë ata që vinë në Deçan, në Junik, në perimetrin Pejistok, nuk kanë votues të vetëvendosjes. Sepse ata e kanë dhënë argumentin e vet votues edhe në zgjedhjet e kaluara. Është votë sentimentale. Bravo, kontrollohet me një farë forme. Elementi i votës që do të lëviz do të jetë një garë mes LDK-s dhe PDK-s dhe vetëvendosjes është që elementi që unë e parashoh me një kronologji është që Aleanca kalon në mënyrë absolute pragun, domethënë edhe do të kallëzon një epicentër shumë serioz. Ka kalu progën dhe ka me harru, si i kanë thonë s'ki memri as progën. Jo. Ata kanë memri 7-8% pa nismën. Bravo, është shumë e saktë. Me një farë forme, sepse Ramushi i ka në kohën me listën faktikisht ja pa të fut një fargjumi të thellë se realisht e di ke sigurt që kalon pragun edhe nuk jap kjo fortransi. Zgjedhjet e fundit. Shumë e zgjuar. Shiko, zgjedhjet e fundit tani ka dhënë disa turbina, shiko, argumentimi im. Zgjedhjet e fundit i ka dhënë disa turbina ku realisht ka arrit me ja ul një pjesë të vetëvendosjes. LDK-ja, jo tash qendror. Jo, lutem, me nivel qendror. Po, qysh. Po, shiko tani. Hajde. Lidhja Demokratike e Kosovës, me futjen e disa njerëzve që i ka pu të ri në listën e vet, duke nisë prej General Hazrolli, që vjen prej zonës e Malisheves, ku atakohet zona Suarekës, atakohet edhe zona Raovecit, ai do të ketë vota të reja në stokun e vet LDK-ja. Realisht do të ketë edhe U Rugova, djali presidentit Rugova. Sa mund të fitoj LDK për shkak? Po LDK ne tash nuk mundem me dhoni performancë, po gara... Ja, veç mendimi yt se nuk do Shiko, mendimi jam, garën që unë e shoh, realisht vetëvendosja nuk ka mundësi me bo qeverin pa një parti të madhe, pa një koalicion. Domethënë, e ka të pamundur. Kena me bo, po thonë. Kush? Që ata po thonë, më knaqen të thonë, bi 51% kena me folë, bili sot Albinit ka thë shumë qarë, keni me po, që keni me upe dhe ma shumë, na vetë kena me po. Na i duhet ndimër e ka pa dikon të është drejtë ti si kujtar partije. Ku është LDK-n? Shiko, LDK-ja ka një ngritje. 100% si pas te. LDK-ja shkon drejt
kalkulimi që të ka rreth 30 deputet, dikun rreth 30. Ti po thu dikun 26%? Aty, po. Çto po Ne thu? është do të ta kalkuloj. Bravo, përqindjes. Po. Ne shohim Ajo është fenomenale, është rezultat shumë i mirë. Po është PDK-n. PDK-ja kësaj rade me sa premi që ka ndodhur brenda strukturës do të bjen në LDK. Unë analizën e bëj ndryshe. 26%. Në LDK. Sa në LDK. Hajde Engelbert. Ja veç ta përfundon. Ta përfundon Milazdin. Unë e shoh PDK-n 22%, LDK-n sa është? 26%. Bravo, valla, ata gëzuan son të LDK. Krejt, pra. Të shpresojmë. Hajde Engelbert. AKEA do të shkon me 8%. Ço po ti shkruan krejt? Edhe VV-ja? Nuk japi rezultat për VV-n si në parti refuz. Sa abort tash? Po s'muna me thonë se në parti jenë Po pa ti nëse jep to që ajo përqindje pjetë VV-s. Jo, shikon, në konglomeratin. Çfarë ashtu kalkulohet? Shiko. Emanuel. Shiko, unë japi për Ka 30, Niko, në kalkulimin tim. VV-ja po jetë në 26%. Po ç'a ti vjen dikon me kalkulim, go. Do më 26 me kalkulim po jetë VV-ja. Shiko, me situacionin, me lëvizjen elektorale. Shiko, ju keni qef na shta mi fitu 50%. Jo, Se po thu thjesht PDK 22%, ata po mendojnë që bashkë që tashti me Homzën për zdyti ka me fitu pëtojnë bili që aty ku po tu 26%. Po na imi të knaqër që PDK ati me 26%. Hajde Engelbert se. Engelbert. Okej, LDK-ja. E japun ton ka një mendim edhe për mshelja. Unë jam i analizave me bazën e numrit të njerëzve që dalin zgjedhje. Çato kam që me marr Me për bazë. trupin elektoral. Po, me trupin elektoral. Unë mendoj që kanë me dalë diku një 950-960.000 njerëz kanë me dalë në vota. Me diasporë, me vota. Po edhe 960. Asemrina ma shumë se 800. Non shkurt kanë qenë njëjtë kanë qenë qashtu. 790.000. Po atëherë nuk ka qenë që ky elementi. 39% ka dole Engelbert. Po me përqindje po unë po shkoj me nominale. Nuk ka qenë që kjo entuziazmi i diasporës me ardhë me votu këtu në mënyrë fizike. Kanë votu vetëm në mënyrë me posta, ato vota po djegën, dove pjoshkon, dove s'pjoshkon. Po, tash i kanë hyp, Ka një numër i madh diasporës. tash kanë hyp avionave, i kanë hyp kerrave, autobusave dhe kanë ardhur këtu dhe ajo ka me mbajt prapë çat 960.000 votë. Nuk kam përshtypjen që ka me fitu shumë për diasporës kjo. Jo, tash, Nuk e kam qatë përshtypjen. Unë nuk e kam problemin se diaspora që lunë rol, sa e kam u shpërndar në mënyrë proporcionale. Po, e shpërndar në mënyrë, unë s'po du me bë faktor diasporën që e kthen fitoren. Po, bisa ajo e rrit numrin e votues, bazën votuese. Edhe tash shkojmë me numra. Hajde shkojmë me numra. Tash me numra edhe ty 960 që ta tregon përqindje me një herë. Unë mendoj që LDK-ja do ta kapë 220.000 votë. Pra 175.000 ka pas zgjedhjet në shkurtit, do t'i kapë 220.000 vota. Reale për mendimin. Po, shkon të 220.000 votë. Ka bazë për me. Po, unë mendoj me përqindje tash. i bjen 22%, 21.5%, I bjen 22%. 21.6 që atë i konsilet. 21.6. PDK-ja PDK-ja ka me kap 235.000 votë. 24. Dhe mos s'ka me pas ndryshim fort. Jo, ndryshime sa fort, po. Tash unë e shoh AAK-n e shoh sepse AAK-ja ka arrit me zgju një sentiment fuqishëm rrafsh duke xhinit, na që jetojmë atje Në nivelin lokal. Në këto komuna Në nivelin nacional nuk i di Jo, edhe në nacional jem të jetu na prova aty me ta jem të jetu. Jem të jetu me ta. Unë s'po them që si jetu jetu, po niveli nacional dallon në mënyrë ekstreme. Unë jem të jetu atje fiton edhe kandidati i mirë, në nivel nacional unë jem të jetu në pej Alonso, domethënë është rujt votën e vet. Ndeçan është rujt votën e vet. Në Ravec është rujt votën e vet. Në Suare është rujt votën e vet. Në Klin është rujt votën e vet. Unë me shkojmë këtu e shofte 85.000 vota. Ja, shumë, kjo është fenomenale si pasi. 85.000 e shof. Ti po jep komplet vota që i ka fituar zgjedhjet lokale. 90.000 ka pas. Po, sepse e ka bën një listë të fortë, ka bën listën për me rujt votën edhe me marrë ndaj votë 3, pra me shtu dikun ndaj 2.000 vota, ndaj 2.000 vota dikun. Masara, me Bek Berishën ashtu 85.000 pi bie dikun sot. Me Bek Berishën dhe Besnik Tahirin në Prishtinë janë duke punuar shumë mirë, kam informata se 8% i marrin, 8%, 8.2% çështu diçka. Tash unë këtu e po PDK jam fal sa. PDK thash dikon 235.000 vota, 235.000 vota, i bjen dikon 23, ma pak se 24%. PDK-ja. Dhe vetë vendosja? Vetë vendosin e shoh, aja ka qenë 42%, unë vetë vendosin e shoh që ka me çdo pikë që po rritet ka pak LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, do t'i dalin ma pak vetë vendosin, do të shkon te 39%. Ku e shohën LDK-n që ka me shku te numrat 3% po thu kam i hub vetë vendosja. Unë e çashtu e shoh atë. Ku
Ku e shoh unë sepse faktori Uk Rugova që u përmend do të më marr këtë seriozisht. Ai është faktori që i vetëm për momentin që shihesh që kam i kthy votat e listës Guxo nga vetëvendosja kam i kthy në LDK. Edhe tash nëse ne ja marrim votat e listës Guxo, nga vetëvendosja i kthejmë taborin e LDK-s, i bjen e dëmtojmë pak vetëvendosjen, e rrisim pak LDK-n. Bedri Hamza me lista Guxo kamera për brenda. Po kamera se ata ka 17 asaj ka prof aty ka edhe përçarje. 15 asaj ka. A ke dëgju Faruk Mujken? A ke dëgju është treguar se kjo e Faruk Mujken. Se Gilbert jemi në fond ti morëm. Jo vetë çto, është treguar se thot Faruk Mujka, mos ma leni me fituat kandidatin e Vjosa Osmanit 1%. Partiz është, nuk ka parti. 1% i thot. Pra aty let me tregu që ka përplasje të brezhme s'ka. Bashkëpunëtor. Si alternativë di. Apo ne e shifrat prof. Pa i po që LDK, ja nisëm për LDK. Ka me thonë se Engelberti se po më duket që pak a shumë jam me grumin se. Edhe Milazimi e ka dhënë një farë projekcioni, domethënë çashtu diçka. Nuk kena me nuk dallojmë shumë njëri pi tjetrit po besoj. Unë mendoj që vetvendosja është 40%. Edhe pse ata kanë mendimin me fitu 70-50 për vjet, po reali është 40%. Engelberti tha 3% kam i hup, unë mendoj që është realja që ata i hupin 2%, bili është pak që i hupin për shkak se ka pas shumë skandale. Nuk kanë bërë gjon për volumin ngjarje më koni më. Po tek Aleanca? Aleanca nuk besoj që e kalon më shumë se 6%. Ktu tha që 8% është realja. Bile u dhanë shumë shifra, Ramushi sonte çdo me çuna Iraki. Ramushi do të fol për 2 shifror. Po dhe. Ai do të fol për 2 shifror. Po dhe, çfarë ama, domethënë ai me sigurinë se na dëgjojnë ata kanë më gëzuar me këto sepse unë mendoj që 6, ja, nuk po folem me meritojnë se populli ka zënë meritojnë na për neve si fitoj ai. Vërtet mos vjen, rregull. Po, çfarë penina, përsërit vërtet mos vjen. Pra 6% Aleanca mendoj që është shifra reale që mundet me bënë në nivelin nacional, në nivelin lokal është këtë tjetër muhabet, këtë tjera zgjedhje. PDK-ja shkon gati sikur Engelberti mendoj 23%. Pyeta 22 diçka un po them. Jo 23%. Dhe LDK-ja për fund? LDK-ja çetro çka kam unë dëshirë. Edhe këta që patën dëshirë, me u tha këtu 26% për Milazimit. Besa dhe kjo farë Lumiri do të më bo bashkë me Ramushin me Pirakicit, ose... Normal edhe kryrë puna. 26% dhe më thonë me i mali dhe këja, ata kanë problemet e veta. është një subjekt i qetë, janë intelektual, kretë është në rregull, po nuk është era aty në mo, ose era, dëmon era fitores, po më nuk është ajo fryma që o koma era. Nuk i dihet, me vasit 18% i kanë pas. Për shtash të milazim, se çka ka mu bon, nuk i di, unë dilën, se me pas ditë, unë si shamor me juve, heq isha shku dikun, po nuk dihet, unë nuk jam përsaktu si fatit e subjekte politike, por do më thonë, kush mbet tjetër atë? LDK-ja. LDK-ja mendoj që ma realja për mendimin tem është 22% sa ata gati më duket. Mendoj që unë edhe tjetër kushmet, nisma është problem me kalu pragin, edhe ato vota do të shkojnë, do të renditën për subjekte. Përfituesi më i madh vetëvendosja për vota në çështë. Krejt matematika mund të më ndryshuar E nesër. shohim dilën çka po bëhet. Këto s'po llogarit kurs, po përderisa ka hyrë në gol, Por mos më mbet borç, por mos përderisa më ka mbet hyrë në borç, gol, veç për nisma nismë socialdemokrate, na jepni veç për nismë, veç pak zoti Seca. me ndryshu krejt matematika nëse ka të progun elektoral, i merr 6 deputet. Nismën veç numrit, s'ka nevojë të Nisma në rast se mbështet elektorati PDK se ka lënë braku. Nëse mbështet elektorati me votë sentimentale. Sa përqind jep nismës? Domethënë nisma në rast se mbështet PDK Sa ka lënë mbështet braku. Ramiz Llatrosi, se po thonë Ramizi mundet me përkrah. Është qarkullojnë kulora fjalë ndryshme. Po me këto. Nëse e ka lënë nisma progun. Atë lëvizja vetëvendose. Nëse na mundësit jetë shumë minimale. Bien. Po nëse se kalon. Nëse se ka lënë faktikisht vetëvendosis i shkojnë ato vota. Bëhet një farë proporcione atë i shkojnë edhe dytit edhe tretit. A mi jep numrat, se jem fot. Unë lëvizja vetëvendosje aty, ku është 40-42%, unë pisoj gjona pak ma pak tifozlek, ma pak emocione. Lufta për vend dytë është mes PDK-s edhe LDK-s. Numrat jepi. Në këtë rast e shoh LDK-n pak ma në avantazh në raport me Partinë Demokratike, unë kisha posë Partia Demokratike. Numrat. Po LDK-ja është ma unike, ma kompakte. Por ka në këta atërmbetje, zhvillime mrena aty, ka prej që po
Mrana Partisë Demokratike është deti madh, çani madh, aty veç thua që i ka administruar ato atërbetje, ato apetitet e tyre. A me përqindjet? Ti po thu kam ja po sherin ka pas? Sa përqind LDK-ja? LDK-ja mundet dikun 23% me dalë. PDK-ja? Po dallojmë na fort. Aty. Kur thoma aty llogaritë Ja 24. Alianca? Alianca Vilazimi jo pro opozitës. të dysh prej 7-ve deri në 8%. Veç më shumë se 7%. Ma real po më 7%. Faleminderit shumë. Ishte knatësi. Mesi, respekt. Ju falenderoj për Faleminderit punë shumë, e ftesën. besoj se do shihim javën e ardhshme dhe ti shohim se çfarë kanë qenë të rezultatet dhe sa kemi qenë sakt. Mirë se dashur kaq kishte për Antipodin, ju falenderoj gjithë juve që ishit me ne deri në emisionet tona të ardhshme. Mirëmbëjtje.